kaloni me njëherë nga artikulimi i çfarë donin të arrinin në zbatimin e saj, pa u futur fare në pjesën e komunikimit. Është i njëjti gabim, do ta quaja, që kanë bërë përpara 3 vitesh, ata janë të certifikuar. Truri ynë ka nevojë të jetë në punë, ka nevojë të mbahet në formën e optimizuar më të mirë. Dhe në mënyrë instinktive, ne kalojmë tek pjesa që kemi pasur më rahat, te pjesa që e dim që na del by default. Po dëgjoni podcastin me gjithësisht Elida. Përshëndetje miq, dhe mirë se vini në makinën time të bëjmë një copë rrugë bashkë. Marr rast nga një mesazh që më ka ardhur për një nga miqve të mi klient prej 2022-shit, është i huaj, edhe ai së bashku me të shoqen kanë qenë ndër ata persona që unë besoj kanë përqafuar shumë shpejt çdo të thotë të drejtosh, të trajnosh të tjerët nga divani i shtëpisë, to coach from the couch. Ka ecur çdo gjë shumë mirë për ta, janë një grup që sa herë unë shkoj në Gjermani, kam i dhe takime që janë in person, por në mënyrë të vazhdueshme është që punojmë online. Në përgjithësi ata janë persona të cilët tashmë kanë kaluar në fazën që po punojnë për veten e tyre, edhe kur ne takohemi dhe flasim bashkë është më shumë një rikalibrim i gjërave që ta bëjnë, më shumë si midis miq. E them këtë sepse me shumicën e personave që kam punuar, vjen momenti që unë them më shkoja që të dilni vetë, të t'ja dilni vetë, që do të thotë nuk ka nevojë të keni mua gjithë kohën nga mrapa dhe të shikoni të gjërat operacionale. Çfarë kemi mësuar? Kryesorja është që ju keni marrë një çantë me gjitha instrumentat që unë përdor, dhe ju mund t'i përdorni sa herë ju duhet. Me lejen e tyre dje, mund të ndaj me ju sot cili ishte shqetësimi i tyre. Çfarë ndodh kur ne ulemi dhe punojmë, dhe kur ne punojmë në mënyrë intensive bashkë, që është takime online një herë në 2 javë, brenda coaching me lidhen marrin instrumentat apo mjetet me cilat duan të vendosin veten në pozicionin për të arritur drejt plotësimit potencialeve të tyre, me pak fjalë, qoftë për të krijuar biznesin e tyre, qoftë për të kaluar biznesin nga një gjendje gjysmë në gjumë ose gjysmë në rënje në një biznes fitimprurës, ndërkohë që shijojnë jetën. Ajo që ndodh, dhe po flas për këta persona, po ndodh pas 3 vitesh, ata janë certifikuar në 2022-shin. Atë që unë vëre është që po më bënin ca pyetje të cilat kishin të bënin në fakt me përdorimin e njërit prej këtyre instrumentave, që është formula X. Ajo që më shqetësoi ishte se kaloni me njëherë nga artikulimi i çfarë donin të arrinin, bëj fjalë për vitin që vjen, dhe kalonin direkt në zbatimin e saj, pa u futur fare në pjesën e komunikimit. Dhe ju e dini që te formula X, pjesa e komunikimit ka të bëjë me rëndësinë e 3 objektivave kryesor që personi vendos për 90 ditë të ardhshme ose për 12 muaj të ardhshëm. Dhe nëse artikulimi është bërë i qartë çfarë do arrihet, nëse nuk ulesh të bësh punën, pse do ta bësh të gjën, sa të rëndësishme janë të 3 këto si objektiva, cili ka qenë skenari jetuar për këto të 3, qoftë i jetuar, qoftë i dëshiruar, por që aty ku vendosen KPIs të tuat. Cili është skenari ekselent që do të arrish, pse do ta bësh të gjën? Dhe po aq e rëndësishme, kush me kë? Dhe vetëm mbasi mirë përcaktohet këto, ti mund të kalosh tek taking massive actions. Arsyeja pse e them është sepse në momentin e parë që këta njerëz kanë ardhur, për shkak se janë super të punuar me veten e tyre, pra janë njerëz që kanë lexuar, kanë ecur, ishin shumë të qartë në pjesën e artikulimit. Dhe gabimet më të mëdha bëheshin se kalonin me njëherë në zbatim, pa kaluar në këto fazat që sapo ju thash më parë, që në fakt është komunikimi ndaj vetes dhe komunikimi ndaj botës. Dhe në botë mund të futesh qoftë bashkëpunëtorët, qoftë ata të cilët janë partnerë të tu strategjik, qoftë klientela jote, qoftë punonësit e tu, varet si ke të ndërtuar ti ADN-n e biznesit. Është i njëjti gabim, do ta quaja, që kanë bërë përpara 3 vitesh, ata janë të certifikuar. Dhe kur unë i them, duke bërë pyetje, duke i thënë shiko se keni pa mbuluar këtë pjesë, habia ishte më e madhe atyre se sa imja, sepse unë në momentin e parë pash që po kaloni direkt në artikulimin në taking massive actions, në zbatim. Dhe pa menduar shumë gjëra, sigurisht që nuk do dalin llogarit, nëse nuk ulesh dhe kalosh të gjitha një me një të gjitha sa janë tek formula. Por habia e tyre ishte shumë e madhe dhe një nga pyetjet që më bën ishte Olit, pse ne kthehemi prap tek një gjë që ne e dim shumë mirë që nuk ka funksionuar atëherë,
Dhe ne, duke qenë që kemi bërë të plot formulën vitet e kaluara, kemi dalë shumë mirë. Po pse në mënyrë instinktive ne kthehemi tek një gjë që e kemi bërë gabim dhe që e përmirësuam. Si ka mundësi që ne nuk e kemi krijuar muskulin, i cili në mënyrë të vazhdueshme do na çojë më njëherë tot një sekond, se duhet ta plotësosh edhe komunikimin. Në fakt, për shkak se kjo ndodh shpesh, ajo që unë e thash është analogjia që them gjithmonë. Nëse ti shkon në palestër dhe punon mbi një muskull, dhe këtë muskullin ti e përdor aq fort sa ti të thuash për shembull që mund të ngrësh një peshë që është gati 2 fish i peshës së trupit tënd. Po nëse nuk e stërvit më, nuk e punon në këtë muskull, a nuk mendon që pak a pak ajo do të kthehet në gjithmonë më pak kilogram që ti ke mundësi të ngrësh? Është e njëjta me trurin tonë. Truri ynë ka nevojë të jetë në punë, ka nevojë të mbahet në formën e optimizuar më të mirë. Dhe në mënyrë instinktive, ne kalojmë tek pjesa që kemi pasur më rahat, dhe pjesa që e dim që na del by default, që na del pa menduar gjatë e gjërë. Ndërsa pjesa që ne do të punojmë, muskulli do të punojmë, është që ne do të marrim kohën, do ta vëmë në vëmendje që do të merremi me këtë muskull, dhe pastaj ky muskull mund na japi frutet që ne duam. Miq, ajo që ju thash atyre që ju them dhe juve është, nuk ka një gjë që kemi mësuar gjatë këtij viti, e cila vihet si një çip në trurin ton dhe nuk ka nevojë të merrem me të. Ne kemi nevojë që në mënyrë të vazhdueshme përmirësimin dhe rritjen, optimizimin e përdorimit të trurit ton si një muskull specifik ta mbajmë si një nga prioritetet tona më të mëdha. Pyetja ime është, sa prej jush kanë filluar ta kuptojnë që në vitin që vjen, një nga objektivat kryesore është vetë përmirësimi. Sa prej jush kanë filluar të kuptojnë që bota po ecëm kur ne bëjmë upskill and reskill të vetes tonë. Sa prej jush janë urë me laps në dorë të përdorin X. Në shënimet e këtij podcasti, në posts tek pjesa e community në YouTube channel Emi Coaching and Consulting, do të vëmë në një format në PDF dhe X. Kjo do të jetë një nga gjërat që do doja ta ndaja me ju, që është pjesë nga libri Planifiko me Elitën. Uroj të kem nxitur dikë, të marr veten seriozisht për vitin 2026. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i ynë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit, me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollajt me gjosh, ndofta në Facebook, me Lida Motro, ndofta në Instagram, që është Emi Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje, nuk ka të bëjnë me mua, kanë të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MSC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.